Live from Tirana. Live from Tirana. Vertigine nga Lodi u dëgjua tani në radio. Edhe siç e tham, jemi në atë momentin tipik ku ne prezantojmë të ftuarën ton, tani më në mënyrën më konkrete të mundshme, sepse emrin ja kemi thënë goxha më herët, një nga ato gocat që vdes me udhtu, edhe që e ka bëu me siguri këtë në vendet që ne do të përpiqemi të diskutojmë sot në Shqipëri. Kjo është Fjorda Lukmani. Fjord. Përshëndetje. Si të kemi ty? Shumë mirë, juve si u gzit, është drejt. Po. Që ke çu vonë sot më duket? Jam zi çik vonë. Po. Më pëlqeu kjo shpreha si u gdhit, kisha kohë që nuk e dëgjoja. Fjord, po si je ti njerë? Ç'na thua pikë pyetje? Po shumë mirë përgjithshme, për momentin jam në rast punës, po gjatë pushimit të drekës, kështu që kisha mundësi për të folur me juve për të bërë çik muhabet. Mos më thuaj që po të lëm pa drek. Jo, more se dhe ja bëjmë qefin vetes. Po më pëlqejnë shumë këto bisedat në radio, sepse më pëlqejnë më shumë se bisedat në televizion. Nga që nuk ke të rregullohesh, nuk ke të rish kështu si për hall, okay, rrim ulur, rrim drejt. Ja, po. Dhe kufjet në vesh edhe flet. U krye, po ti ishe në studio që ne do të donim shumë të kishim, çfarë të bëjmë aty që je në Austri, në Vjenë etj. Po do të kishim këtu, do të ishe rregulluar sepse Live from Tirana është në YouTube gjithashtu. Kështu që sa mirë, fantastike. Po gjithsesi Top Albania Radio është cool, nuk do në një for sure. Në një super veshje, kështu që kjo më pëlqen. Faleminderit shumë Fjord. Un nuk rri do të pa të pyetur pak për veten tënde përpara se sa. E para një mua më duk gjithmonë i gocë shumë cool fiksi Top Albania në këtë dimension, edhe që di të kënaqësh veten tënde, edhe që di të bësh gjëra që të tjerët nganjëherë kanë qejf të bëjnë dhe nuk marrin iniciativë për ti bërë. Kam përshtypjen që je tërhequr në çik nga kjo lloj metode jetese tani së fundmi? Jam tërhequr pak, sepse përgjegjësitë përndërore mbase bën veten, po kjo nuk ma mbyll gojën gjithsesi. Thjesht nuk kam kohë që ose ndonjëherë që kur e mendoj diçka për ta postuar në rrjetet sociale, them apo sa ta shkruaj, sa ta ashu, se më komentojnë dhe shumë njerëz dhe njerëzit duhet të kthesh përgjigje normaliste, duhet të jesh aktiv, po si ktheve përgjigje thon po kjo pas ka ta ngërrit. Eksakt. Që ndonjëherë them më mirë mbaje për vete, ose kur të kesh kohë që të kesh përgjigje dhe njerëz, atëherë flasë ndonjë mendim. Ja, super. Fjorda, si është ti është print në kohën që je ti edhe në moshën që je ti, domethënë, është goxha përgjegjësi pa diskutim, sidomos nëse je njëri i përgjegjshëm siç ti je, kështu që çfarë mund të thuash për këtë? Shiko, ky prindërimi ishte një surprizë për mua. Pas ndodh pa dashje domethënë. Ndodh pa dashje. Okay. E ke parasysh edhe njerëzit që mendojnë si u boka pa dashje. Ja, si ndodh edhe pa dashje, Ja, s'ka aty. Vetëm aty nuk e kontrollojmë dot të gjën, Edhe në fillim e kisha më shumë frikë si çdo kush. Sidomos kur ndodh pa plan. Po mendoj që është vendimi më i mirë që kam marrë në jetë dhe jam shumë e lumtur se si bëj të marroj punë blesen ta bëj në tjetër tani edhe ta bëj si karrierë këtë. Edhe këtë edhe të vazhdoj si ku e kam lënë me ato punët e me ato gjërat, që është lezetshëm se ke energji për të vrapu pas karamonit edhe për të mbaruar ato detyrimet. Ja, bën sens. Është shumë lovely në fakt, edhe pa diskutim që e di nganjëherë Fjord kur gjërat ndodhin pa plan dhe të pa vendosura në perspektivë, e di që shkojnë ndonjëherë më mirë kështu se sa kur mendon 700 herë se çfarë do bësh dhe se si do bësh. Shumë e vërtet. Se këto shoqjet e mia zyrës për shembull, thon, okay, kanë marrëdhënie për një kohë gjatë, po më thon apo po të na ndodhi ne, nuk do e kishim bërë dot. Këtë viti është puna, çdo gjë ndodh për një arsye dhe njeriu merr formën e enës kuvizet, kështu që nuk i dihet asnjëherë. Okej, përveç maskave të koronavirusit ka dhe zgjidhje për këto lloj gjërash, kështu që kush nuk do të ndodhi pa dashje mund të bëj kujdes. Nëse ideja është që fëmia është gjithmonë bekim, edhe sido që të vinë jetën e dikujt, nëse di ti je print, edhe këtë e di pa u bër print akoma, në sensin që ti ke përkushtimin e duhur dhe përgjegjësinë e duhur, atëherë gjërat me siguri marrin rrugën që duhet marrin apo jo. Po, shumë saktë. Edhe besoj që është instinkti që të mëson. Ku dia unë me ndru pampers, për shembull, pas herë dhe e ndrova. Ose mendoja në fillim se do ta kuptoj
se çka ka goca kush janë. Do qaj 2-3 herë, 4-5. Fiks. Gjithmonë bën një zë të çuditshëm, për shembull, zërin kur është e uritur e ka ndryshe. Zërin kur i flet gjumë e ka ndryshe, po këto gjëra kush më sa më përpara, e mëson pas një jave. Ke parasysh që nuk është një teori kush e di sa. Ja, bën super sens. Megjithatë unë nuk jap mend për përdorimin në rrjetet sociale. Bën shumë mirë. Sepse jam fillestare. Fjorda, ne deri tani në këtë listën tonë me disa që të dalim aty ku duhet. Pra të hyjmë muhabetit për së mbarje. Ne unë kam vendosur një sër destinacionesh, të cilat janë në një mënyrë rutinë, pra nuk bëhet fjalë për gjëra të jashtëzakonshme. I fundi që vendosa është parku i Shërbernicës në Librazh. Një tjetër që e kisha dhe unë këtë mendim. E kisha edhe ti këtë? Nice, super. Një tjetër që vendosa ishte Thethi, pa diskutim, që nuk mund të lihet më një. Ose më thanë që është bërë dhe rruga në Thet? Është më mirë nga sa ka qenë, me sa të di unë. Sepse unë nuk kam shkuar tani që është bërë rruga, po është ngjarje e re kjo. Dhe vum edhe Bogën, që është diku midis Thethit edhe Shkodrës, pa shku tamam atje, si një vend më privat për tu ndjerë ndoshta çik më komod për ata njerëz që janë relativisht introvertë dhe nuk duan të duken shumë. Edhe bum pa diskutim Valbonën. Kështu që ku diun, më që ti e ke vënë parkun e Shërbërnicës, ja nisim nga kjo, bëjmë një bisedë për këtë gjë bashkë. Po, tani parku Shërbërnicës është fantastik dhe ka kohë të fundit kam parë që kanë investuar dhe në disa shtëpia pritje. E drejtë është, kam qenë. Edhe nuk kushtojnë shumë. Domethënë diku tek 25 euro, 30 euro, paktën kur kam pyetur unë për të shkuar. Se në Shqipëri flasim me euro, na vjen keq tani, duhet ta themi çmimin kështu. Nuk flasim me ne veç politikisht nuk jena fut në Bashkimin Evropian, se për ne kështu ne me euro dhe me pound me qenë nevojë. Nëse me pound flasim ne. Edhe ai si park ka shumë veçanta, se ka goxha specie në zhduke me sa kam lexuar dhe specie të ndryshme kashësh. Tani ti mbase kur shkosh nuk do shikosh ariun atje, po që ka dhe disa liçene akullmajore. Janë shumë të bukur. Në dimër fare ku fillon dhe bora për ata që bëjnë hiking serioz, ka dhe shpella akujt është një ndër. Është ndër më të aksesueshme, se kam shkuar edhe vet tani së fundmi. Domethënë mund të shkosh, nuk është lart. Shpella e akullit nuk kam shkuar, po un kam qenë periudhë vjeshte. Dhe mendoj që kjo është periudha perfekte, se ke edhe këto gjethet që bien, koha e ardh, domethënë është shumë bukur për ti parë këto pyet. Edhe më kryesorja nuk është lart Tiranës, një orë lart është, maksimum 1 orë e gjys. Fare nuk është lart. E vetmja gjë që ishte kur qesh unë nga fundi i shtatorit, vetëm problemi ishte që nga që Shqipëria ka praktikisur shiu ka ja një vit, nuk vjen më këne nga ne. Edhe ato liçenet e akullit nuk ekzistonin as si liçene uji. Pra nuk ishte pikë uji aty. Ishin kështu si pellgje. Një dyshin si pellgje, një 3 tjera ishin si kullota. Kishte mbir jonç. Megjithatë ka një muj para në Shqipëri? Jo, tani çoku ka filluar kështu po e ma dorët. Me pika, po deri në kohën që kisha vajtur unë, me vërtet që ishte bërë një kohë aq e gjatë para rënë shisa që domethënë po na prishte punë me hidrocentralet. Domethënë neve duhet sugjerojmë për dimrin duke marrë parasysh edhe destinacione një çik verore, me që Shqipëria është gjithmonë me diell. Po, vazhdon të jetë. Edhe sot që filloi të dukej sikur do binte shi, gjërat bën një ndrrim nga mesi i rrugës, edhe pjesa e parë e paraditës po them ka qenë me diell. Okej, bukur parku i Shërbërnicës. A ke një destinacion ti, Fjord, për të na sugjeruar? Po, unë faktikisht kisha një tjetër destinacion që e kam shumë për zemër, që është Shëngjergji, Malqia e Tiranës, që quhet. Që është dhe një tjetër destinacion që është shumë afër dhe mund të shkosh edhe brenda ditës. Super, dhe me makinën tënde pa problem fare. Po, në Shëngjergj me një gurvë dy zogj, me një të shkuar viziton ujvarën e Shëngjergjit. Eksakt. Që është 20 minuta në këmbë dhe është një ecje që mund ta bëjnë gjithë. Eksakt. Dhe tjetër është edhe liçeni i Lepurit, është një liçen shumë i lezetshëm që nis ngjitjen nga qendra e fshatit Shëngjergjit, është 1 orë ecje. Unë faktikisht e kam bërë në një kohë që kishte rënë jashtë mase shumë borë, edhe liçeni ishte plot me akull dhe ishte pamje fantastike.
Po kam parë foto që edhe në periudhë vjeshtë është diçka shumë e bukur. Lovely. Megjithatë, edhe nëse s'do të bësh hiking, kështu gjë që mendoj është si destinacion shumë i lezetshëm për një daily trip, për një udhëtim ditor. Shumë e drejtë. Se i kishe ky liçeni i Lepurit? I Lepurit. Wow. Sepse thonë që ka formën e Lepurit, po. Unë s'pash gjë lepur, me thënë drejtën. E ka pas prish formën në agullit, me siguri. Ideja... Ose duhet shkoje kështu lart në hapësirë për ta parë, do të kishim në dron në Ja, do kemi një 2 satelit shpejt. Kështu që do ti. Po, ka parë. Edhe një tjetër që më ka pëlqyer shumë është Razma. Shumë bukur është. Nuk kam qenë aty. Razma është destinacion i njohur, po Razma ka një diçka që ato hotelet dhe resortet e zonës kanë shumë aktivitete. Të paktën aty ku kemi qëndruar neve, kishte ofronte grupe që shkonin për hiking, kishte bicikleta, kishte nga këto motorët e të borës, kanë edhe pishina dimrore, më duket edhe sauna gjë. Domethënë që një fundjavë kalon mirë në Razëm, pa lëvizur shumë, shkon atje mbledh mendjen. Thjesht do 2 orë gjys 3 orë, 3 orë shkosh deri në Razëm. Fjorda, lejon të ndërpres kurrimisht, do të kërkoj që të qëndrosh me ne edhe për pak. Kemi edhe pak kohë, po gjithsesi unë të kërkoj që qëndrosh me ne edhe pak pas spoteve tona publicitare që vinë një 1 minutë e gjysmë më vonë, sepse është këndshëm të kesh në radio. Kështu që falenderoj shumë për ftesën. Edhe ty të shkon shumë si pozicion, të thash që e ke zërin shumë telefonik. Thank you. Nuk e di mua si më del zëri andej, më del pak kështu si burr apo mirë. No. Është shumë lovely. Është shumë lovely. Ke identitet, dukesh shumë nga këto gozat kinge që ja. Cool patjetër. Edhe me Razmën. Razma ka edhe disa, është një zonë që bëhet ecje dhe nuk është hiking, thjesht ecje, është shtruar komplet, që është edhe për mosha më të mëdha ose që nuk duan të bëjnë aktivitet fizik. Edhe ka disa si shtëpia që kanë qenë që në kohën e Xhaxhit Enver, edhe kanë një arkitekturë shumë të lezetshme. Shtëpia të thjeshta, nuk po them për vila luksoze, por që të ecësh midis atyre është shumë bukur. Dhe nga Razma mund të shikosh edhe bogën, po kështu në një farë pame që kap një lugin dhe shikon edhe me që përmonde bogën më përpara. Edhe ka disa shpella në Razëm. Razma me sa di është një nga zonat që ka më shumë shpella në Shqipëri. Impressive. Ne vizituam një shpellë që ishte një tur që e organizonte hoteli, që bëm një ecje gjysore aty afër. Nuk ishte shpellë nga këto me stalaktite me aq super speciale, por që ishte një tip grope kështu në formë syri, na u dukne wow. Ka kjo. Okej, shkëputemi vetëm pak, Fjord, dëgjojmë një këngë që Danko, DJ on, i shkëlqyer, i zgjedh jeton me kujdes. Kjo është nga Jack White. Oh, impressive. Cool. Okej, dëgjojmë pak Jack White edhe rikthehemi pas pak me Fjordën për të diskutuar disa destinacione të tjera të shkëlqyera për të vizituar në Shqipëri në dimër on Top Radio. Okej, edhe ja ku rikthehemi në live from Tirana prap. Jemi edhe për pak kohë me Fjordën që vazhdon ta kemi nëpërmjet telefonit në Top Radio. Fjord? Po, këtu jam. Welcome back. Ja, e dim. E presim. Okej, e lam të destinacione turistike për të vizituar në dimër. Çfarë vjen tjetër nga ana jote? Nga ana ime tjetër vjen Puka. Me shku në Puk? Po, me shku në Puk. Ja vlen këndshëm. Sepse dhe Puka është investuar goxha në Puk edhe bie bor është lezetshëm, ka disa bujtina të interesante edhe më ka pëlqyer si opsion. Plus ke edhe vendet të lezetshme afër për të pirë një kafe te Vaudejes, te këto gjatë rrugës. Edhe kjo është destinacion që ti nuk shkon në vend dot Beneditës, duhet flesh atje normalisht, nuk ja vlen rruga. Pastaj një gjë tjetër që kam pas bërë unë gjatë dimrit është që shkoj edhe në këto destinacionet pranverore, dhe pse ishte dimër, sepse nuk ka shumë njerëz. Për shembull në Divjak, shkoja gjithmonë në dimër, nuk shkoja asnjëherë në verë. Me vërtet? Mbasi nga që për çfarë më shkonja?
Ose nga qenë verë, gjithmonë është kjo ideja me shku me bë plazh në jug edhe Eksakt. E harron të pjesën e Divjakës, Qerretit, Shëngjinit e këto pjesë të tjera. Po Divjaka ka gjitha të pyll edhe ka shumë aktivitete, mund të marrësh kalë, mund të marrësh një kohë me bicikleta, merr vark. Mu më rastisi një herë që morëm një vark edhe ra një shi me gjyma, po ishte fajon që i hypëm vark. Super. Pra ky është edhe është lirë Divjaka, është një vend në Divjaka. Është, Ronaldo që do ta sugjeroj, do ta dërgoj me location. Super. Me 12.000 lek e ke ushimin të hapur, has sa dush ushqim deti kënaqesh. Ua, e di se për çfarë thua. Po mos pa thuaj live. Jo, nuk ka fal. Jo, super. Fakti është vërtet Fior që kur vjen puna te nga që ne vera na merr me veten në për këto destinacionet më në jug të Shqipërisë, edhe këto vendet e tjera që kanë det çoku i harrojmë, sidomos ne që jemi të rinj, domethënë. Kështu që është mirë në fakt Divjaka mund të vizitohet edhe në dimër. Ja vlen të morësh ndoshta një kal ose të shkosh për xhir me bicikletë, po edhe në vark, megjithëse rasti jot pas ka qenë kundërpesh totale sepse në vark me u mbyt pritet që ta mbushi me ujë deti. Juja pas ka mbush shiu me ujë. Megjithatë Divjaka mendoj që ka një nga pikat informacionit për turistat më të mirë në Shqipëri. Ka shumë informacione edhe për fëmijët, ka disa kështu si kuti që mund t'i hapësh ti mbyllësh. Domethënë është diçka shumë e bukur për një familje për të shkuar në Divjak. Por gjithsesi këto gabime nuk ke pse ti bësh gjithmonë shkosh në një ditë me vranësirë në Divjak. E di çfarë bëra një, shkova në Gramsh në nëntor. Shkova në Gramsh në nëntor, çfarë bësh në Gramsh në nëntor? Drejt. Shkova unë isha turistja e vetme në Gramsh. Edhe çka hënga do thosh ti? Hënga porosita, makarona me fruta deti, pa pik lidhje. Shkon në robin në Gramsh edhe ha ushqime detit. Ama bëra një gjë të mirë atëherë. Shkova te kanioni Oltës edhe pash që kishin filluar punimet për hidrocentralin dhe unë isha e para që bëra foto dhe raportova që shikoj se po punohet për një hidrocentral. Kështu që deri diku doli. Ah, that's cool. Doli për haja. Jo, këndshëm. Shiko, kur I nis gjërat pa një plan të veçantë ndonjëherë del diçka e bukur rrugës që pastaj ti ke pat Gramsh vetëm për veten tatë, kështu që prapë ja vlen. Po, vetëm unë isha aty në shëtitore. Cool. Të shkosh në det në jug gjatë periudhës dimrit. Fjorda, si është eti? Ka vlerë ta bësh apo na mjafton vera për këtë? Shiko, Zërmiu për momentin është bërë në ndërmim një investim që është I hapur dhe gjatë dimrit me sa diun. Megjithatë më duket është pak moti është I egër shumë në jug gjatë dimrit, është shumë ftohtë. Edhe fryner. Nuk e di ç'a mund bësh, ja shkove, eksakt. Megjithatë kur është kohë me diell, ose do shkosh në llogara, do zbresësh pastaj një moment për të pa detin. Po më duket çik si rrugë gjatë për ta marrë mbase në një ditë dimri shkosh deri në Zërmi. Edhe unë se ti e gjykoj. Po llogara do ta sugjeroje se destinacion dimri? Kurse llogara se llogara nuk I ikën asnjëherë. Eksakt. Ikën asnjëherë. Edhe në llogara është një shteg I shkurtër që mund bëhet nga prindër me fëmijë që është 20-30 minuta, është plaja e Cezarit, shtegu I Cezarit. Që ka dalë Jul Cezari. E di ti që Jul Cezari ka qenë ka kaluar palasin në Shqipëri në llogara. Edhe është një plaj aty që nga information, aty ku është pika turistike e llogaras, ngjitesh 20 minuta gjysor, apo patë fëmijë maksimumi 40 minuta. Edhe shikon pjesën e Dukatit, luginën, gadishën e Karburunit, shikon komplet gjirin e Vlorës. Sepse aty mendohet që Jul Cezari bashkë me ushtrinë e tij pasi kanë ardhur nga palasja, kanë ngritur çadrat për të parë pastaj se si do bënin zbritjen në Dukat. Okej, cool. Fjord, ishte kaq shumë kënaqësi të kisha në radio për të bërë një bisedë mbi destinacionet më të bukura për të vizituar në dimër, edhe faleminderit që qëndrove me ne në 2 pjesë ndryshme të 1 ore të programit. Kështu që turoj më të mira gjithmonë edhe shpresoj të shihemi kur ti jesh këtu. Ju falenderoj dhe unë shumë edhe jam shumë xheloze për punën tënde në radio. Po më vjen mirë që kanë bërë zgjedhjen e dur të Albania. Topi gjithmonë bën zgjedhjen e dur. Live from Tirana.